Rreshjet e shiut që përfshin qytetin e Vlorës këtë të premte kanë kaluar në gatishmëri të plot Bashkinë e Vlorës dhe ndërmarrjet e saj. Hidrovori kryesor i qytetit kaloi në gatishmëri, por edhe pompat e tij, që aktualisht janë provizore, derisa të vendosen të rejat, punuan me kapacitet. Gjatë paradites prurjet ishin në nivele të rritura, krahasuar me ditët e zakonshme, për shkak të rreshjeve të shiut që kanë rënë me intensitet të lartë në një ark të shkurtër kohor. Megjithatë, problem për hidrovorin mbeten mbeturinat në rrjet, për të paraprirë situatave që mund të vinin dhe të rëndoheshin. Punonësit e hidrovorit kanë pastruar mbeturinat në vaskën e tij dhe që mund të sillnin bllokime të pompave. Mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve janë një problem i madh për qytetin dhe ato përfundojnë direkt në hidrovor, ku nuk kanë munguar rastet që kanë shkaktuar edhe dëmtime të rënda të pompave. Pamjet që po ndishtin në ekran të filmuara këtë të premte sillin momente nga situata e mbeturinave në hidrovor. Ndërkaq qeveria do të kryejë një investim madhor në hidrovorin kryesor të Vlorës. Investimi i fundit që është realizuar këtu është i viteve 70, ndërsa pritet që shumë shpejt të nisin edhe procedurat për projektin, që do të bëjë të mundur rehabilitimin e të gjithë godinës, por edhe zvendësimin e pompave. Pritet që në hidrovorin e madh të qytetit të vendosen 2 pompa të reja, që do të jenë të kapaciteteve të larta për të përballuar prurjet e rreshjeve të shiut.